Unë kisha pas qef, mu taku me Halil Kastratin, me më mbo një zgjidhje, një copë stre, një dhumë, e një kuzhinë, ma shumë se s'dohe. Se që ato nuk kam vend, që ato ku jam të ne. Unë kom bisedu se me Halilin s'kom arrit me bisedu, për kom bisedu me Beratin. Berat ka boshin që është, edhe ai më ka thonë që nuk ka naj lisë që e kena pas, po... Në atë emisionin që kom konë, unë pa të thonë mu e një gazetare, qoj letrat e Begjet Pacolli, i qova letrat e Begjet Pacolli, dole na po bëhat fidani me Kolum Mikuk, nuk u bo fidani në Kolum Mikuk. Fidanit, faleminderit për i Zoti, që më ka nimu, i mas pari në konë iniciator, u konë kujshia, mas pari, djali Baldëskës në Gjermani, do kusheri, që më ka nimu se unë e sëtë si isha këtu heq, unë isha në vorre. Se më konë shumë smut. A qoj dokumentat të Begjet Pacolli, qoj të se kim uzatet me Halil Kastratin, unë Halil Kastratin, mi kanë hub do shansa këtë gjatë, se kër e thërsha, a mu lajmëru me filan fistekun, thët mu su lajmëru se na e kena kry kitë punë. Kena me të qute doktori, më qunë një 2 herë një fara ordinatë Avicen, më gjeshë një 2 herë dhe mo s'ma qelëshin as telefonin. As mero me atë punëtorin e Begjet Pacollit, shkojsha unë të Begjet Pacollit, e lëfsha që filan fisteken, jo është në pushime, e thërsha gazetaren, qa me bo, e kena kryna me ty, s'kem qa me të bo, unë lanë anash, që 2 vjetë të i pritë, hësët. Për nështë ta Fidan do të me mirë kuptu që edhe gazetore s'ka po që ka me bo ma shumë? Unë nuk pe fajsoj shumë, po e kanë kuruar një djali Baldësës të shpia jam, Sadri, më ka thonë, Fidan, thot, klikime, po ta lypin numrin telefonit, u duft me masit, bile një numër telefonit me në thonë, filan fisteku, po kam shef me të një mu, po vi, po të një moj, po as numër telefonit, as kur gjusë më kanë qitë në... Po në intervjistën e parë, kur e konat kanë një mu diçka ata? Kush? Televizioni? Televizioni, kur gjusë televizioni? Njerëzit, po thëmë, njerëzit që më kanë gjuft, faleminderit për i Zotit. Po që ta që të kanë shkru në për komente atë? Kur gjuh? Komentet, kur gjuh? Komentet që të kanë shkru dhe më thonë, a e ka unë televizionin numërin tanë që aty? Ja. Numërin tem e ka pos veç për shembull une e kom pos mikun, mik mas miku, kusheri mas kusherini, kujshi, akrabat e kujshive, se edhe do që e kam pos për shembull djali migjes ose dikush u konë në Zvicër a dikun, ja ka jep dikush najt numër telefonit pej Malisheve orë njëri ma ka blek klimen, Sadri. Faleminderit për ti, unë s'ja hupi. Aj që më ka një mu nuk ja hupi. E që shërë puna me bo, dhe me thonë me dalë publikisht me thonë këtë rëfim se nuk është e letë, Fidan? Vëlloj, Sadri, mu ka rënu trupi se unë meta invalid. Edhe e kam djallin, jo se bepi djallit, që Zoti sholla më në Zot rritet e bot një malë për tina veç. Edhe vetë, unë në kitë mundësi që jam invalid nuk më i me marru shpi. I lutë na aj që e ka një mendim të mirë, që dërë me një muë, aj një cent që i jep, Allah ja kthehet me të mira. Amen. Ne kemi pas një rast edhe para këso jave bashkë me këngëtarin këto rezident që është Fitim Gashi. Kum kajt vëllë me lëtë, me të regu drejtën. Kum kajt me lëtë. Inshallah, Zoti ja jep të natë mirat ati djallit tina, e sukses inshallah ka, e inshallah më Zot, kush është i smut, ja që Zotit të natë mirat, e shëran Zoti. Mu
Mund ka ardhur keq shumë për djalë të atij këngëtarit. Edhe bile parprame kom këshyr. Pasha Zoti mu ka dhënë si me kon djalë jam. I kena prezent fitim. Faleminderit që ke ardhur prap. Edhe sonte e patëm një rrëfim vërtet rëndësishëm. E vërtet është drejt, po nështë çdo fjalë që e foli është e tepërt. Një rrëfim që tamam kështu e kom dëgju gradualisht. Normal është një dhimbje shumë e madhe për Fidanin, po gjithmonë do të më mbështet prej Zotit, edhe pse kjo sfida pas ka pas një jetë shumë, edhe Zoti sigurisht ja ka mundsu gjitha të mirat, po edhe kam ja mundsu. Po une për vete kom folë edhe atë natë kërë më konë në emision, për këtë arsye në këto tema ose në këto gjana jam shumë i prekun, po kësha thonë publikës, edhe në është hera e parë që ku marrë rrëfimin Fidan me ardhë edhe me folë për djalin tem,